Një flamur i vogël i Kosovës u ngrit mes qindra shtetësh në Antalya të Turqisë. 3 garues, 3 shpresa dhe një përfaqësim që shkonte për te ringut. Dardanët morën pjesë në kampionatin botëror të Muay Thait, jo vetëm për të sfiduar kundërshtarët në ring, por edhe për të promovuar një kauz tjetër, kandidaturën e Kosovës për të organizuar këtë kampionat vitin e ardhshëm në Prishtinë. Kosova është një prej 160 shteteve pjesëmarrëse në kampionatin botëror të sportit të Muay Thait, që po mbahet këtu në Antalya të Turqisë. Shteti do të përfaqësohet nga 3 garues, synohet të përfundohen garat me medalje, ani pse një gjë e tillë e pritet të jetë e vështirë. Sot është mbajtur ceremonia hapëse, ndërsa garat do zhvillohen këtu për një javë. Radio Televizionin 21 ishte aty që nga dita e parë, për të ndjekur nga afër çdo hap të këtij rrugtimi, nga përballje sportive deri te përpjekjet jashtë ringut për ta sjellë botën në Kosovë. Pas medaljes evropiane të fituar në Prishtinë vitin e kaluar, kryetari i Federatës së Muay Thai të Kosovës, Shpejtej Mametaj, nuk e uli shpejtësinë, përkundrazi kërkoi më shumë, medalje botërore dhe një hap të guximshëm drejt të ardhmes. Spari, ju falenderoj televizionit juaj në Stënje, se për një me keni gjetë kuan tani edhe në Turqi me arë në Antali për me ndjek kampionatin botëror që organizohet këtu për Federatës IFMA, për shenje edhe vetë si gazetar dhe si televizion, që është një konkurencë shumë e madhe. Edhe për një me ardhja juaj në ndihmon shumë në publicitetin vendor, nacional, shtetit tonë, që me po atë gjithë se çfarë konkurrence e sportit Muay Thai është në Federatën botërore edhe evropiane, si me çka duhet mundesh kundërshtarët tanë. I kënaqur me fazën përgatitore të ekipit në Tajland, vendi ku Muay Thai e ka origjinën, u shpreh dhe trajneri Korab Sinani. Po, e kemi mbajtur një kamp shumë efektiv në Tajland, ku kemi ushtruar përafërsisht 6 orë në ditë, para dite dhe mbas dite. Kampi ka qenë jashtëzakonisht efektiv, shkaku se kemi bërë me trening dhe sparingje me nivel botëror Muay Thai. Është e ditun se për këtë lloj sporti, i cili është tradicional Muay Thai, duhet patjetër me pas asnjë lloj kampe dhe stërvitje atje. Por një tjetër synim i rëndësishëm shoqëroi këtë udhëtim, kandidatura për organizimin e kampionatit botëror të Muay Thai në Prishtinë. Si federatë, si shtet, të fitojmë besimin në federatën ndërkombëtare, që tani të organizojmë në vitin e ardhshëm edhe kampionatin botëror në Kosovë, ku do të marrë pjesë e paku që në 50 shtete. Dhe kjo do të jetë mrekulli për Kosovën, mrekulli për federatën tonë, dhe do të jetë edhe më mrekulli që të fitojmë edhe ndonjë medalje të vendit parë ose 2 ose 3, që për një me na bojnë një krenar. Iniciativa e Kosovës u mirëprit dhe mori mbështetje të drejt për drejt nga sekretari i përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare Stephen Fox, ekskluzivisht për Radio Televizionin 21. I think now after we have analyzed duhet të urojmë Kosovën, Ministrinë e Sportit, Komitetin Olimpik dhe Federatën e Muay Thait për organizimin e një evropiani fantastik në Prishtinë. Gjithçka ishte në rregull me organizimin, transportin dhe mikpritjen. Mendoj që pasi kemi analizuar gjithçka dhe pas atij evropiani fantastik në vendin tuaj, gjasat janë shumë të mira, por në fund është në duart të bordit ekzekutiv. Gjithsesi, mendoj që Kosova është një prej kandidaturave më serioze. to host a major World Championship next year and the year to come. Dita e parë nisi me entuziazëm dhe një lajm të mirë për Kosovën. Në mesin afro të garuesve nga mbi 100 shtete, në ceremoni zyrtare, flamuri i Kosovës u rreshtua mes kombeve më të mëdha sportive luftarake. Garuesi erdhën në Itali kaloi tutje pa garuar, pasi që kundërshtari i tij u diskualifikua, një start i mbar që rriti moralin e ekipit. Në 3 ringjet e palesës së Kemerit filluan luftrat të njëpasnjëshme. Goditje të forta, lëvizje të shpejta dhe teknika precize të Muay Thai mbushën ajrin me energji. Çdo ndeshje ishte një provë serioze përgatitjes fizike dhe mendore, aty ku qetësia përballej me presionin dhe teknika me forcën. Palestra ishte e mbushur plot. Qindra vajza dhe djemë të veshur me ngjyra dhe flamujt e vendeve të tyre brorisnin pa ndalur në mbështetje të atletëve. Një atmosferë ndërkombëtare ku rivaliteti sportiv bashkëjetonte me respektin e ndërsjellë mes kulturave.
Në tingujt e muzikës tradicionale tajlandeze Sharama, që interpretoi live me instrumente tradicionale, atmosfera në sallë merrte një dimension ritual. Kjo muzikë nuk është thjesht sfond, por një pjesë thelbësore e Muay Thait. Ajo hap skenën për luftën, duke nisur gjatë ritualit Wai Kru dhe duke vazhduar gjatë gjithë ndeshjes, dhe njëherësh duke krijuar një lidhje shpirtërore mes luftarit dhe trashëgimisë qindra vjeçare të këtij sporti. Në ditën e dytë, Kosova hyri realisht në ring. I pari që u përball ishte Lindon Brahimi, i cili zhvilloi një paraqitje të fortë, por për fat të keq u detyrua të tërhiqej nga gara për shkak të një frakture në hund. Një ndërprerje e dhimbshme, por me vendim të duhur për shëndetin e sportistit. Kjo është një eksperiencë shumë e mirë pasi ka konkurrencë shumë të madhe, janë për mbi 150 shtete që marrin pjesë, por normal që edhe konkurrenca madhe neve na ndihmon mu rri. Meqi u ndërprej nga doktor për shkak një thyrje në hund që e kam pas, domethënë meqi ketu shku mirë, por për shkak të lëndimit u desh me ndërprej. Dita e tretë nisi me diplomaci dhe përfaqësim institucional. Kreu i Federatës Shpetej Mameta i zhvilloi një takim një orësh me sekretarin e përgjithshëm të Federatës Botërore të Muay Thai Stephen Fox. Në fokus ishte kandidatura e Prishtinës për organizimin e kampionatit botëror në të ardhmen. Plani i Kosovës përfshinte infrastrukturë të gatshme, mbështetje shtetërore dhe përvojën e suksesshme nga organizimi i kampionatit evropian në vitin 2024. Po, ne të ne sa pa të përfundu takimin me Stefan Fox, takimi ka zgjatur over një orë. Stefan Fox ka interes edhe ka vullnet me përkrah Kosovën në organizimin e kampionatit botëror. Deri me tani na si sport luftarake ose si çdo lloj sporti kena shëtit botën në gara ndërkombëtare. Tani koha është që krejt bota me shëtit me arën Kosovë, me pa Kosovën si çfarë Kosova. Ndërkohë zëdhënësi i Komitetit Olimpik, Kushtrim Krasniqi, e cilësoi vetë aplikimin si një sukses të madh, duke theksuar se për një federatë të re si kjo e Muay Thait, një hap i tillë është domethënës. Është vërtet befasi e këndshme se si një federat kaq e re në Kosovë arrin që brenda 2-3 vitësh të synoj 2 eventet më të mëdha të marrë të organizojnë në Kosovë. Vitin e kaluar kanë organizuar kampionatin evropian, kanë marrë pjesë mbi 35 shtete. Kurse tani synimet e tyre janë shkuar aq lart sa që synojnë ta marrin organizimin e kampionatit botëror dhe të sjellin në Kosovë mbi 100 shtete me mbi 3000 garues. Vërtet nëse kjo ndodh është një arritje e jashtëzakonshme, por edhe nëse nuk ndodh, siç tha vetë sekretari i Federatës Ndërkombëtare të Muay Thait, Kosova është njëra prej favoritëve kryesore për të marrë këtë organizim, gjë që është vërtet për të vlerësuar dhe unë vetëm përgëzoj kryetarin e kësaj federate, Shpetej Mameta, i cili vërtet po bën një punë të jashtëzakonshme për të masivizuar këtë sport në Kosovë. Ndërkohë lajmet nga ringu nuk ishin aq pozitive. Pas një dueli të ngushtë që përfundoi me vendim të diskutueshëm të gjyqtarëve, Arbaz Maliqi mbylli garat. Pavarësisht humbjes, ai u largua me kokën lart dhe me një mesazh të qartë. Shkoj shpresoj që kjo ka më ndiku pozitivisht. Na nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë edhe më shumë me pas sukses, me punu edhe më fort që mos më lën kur gjën fatin e gjyqtarëve, mi përfundu ndeshjet që është më mirë. Pasi kaloi meçin e parë pa kundërshtar, Erdon Italia doli në ring të martën për garën e dytë, që njëkohësisht ishte edhe debutimi i tij në një kampionat botëror. Pas një lufte të barabartë, ai nuk ja doli të vazhdoj rrugën për medalje. Konkurenca ka këtu shumë i fort, ushtrimet i kena ba maksimal, total kena ushtru, 6 herë në ditë i na ka në Thailand training camp. S'ja dola për pak rundën e tretë, e kom një kundërshtarin, po... Trajneri i ekipit Korab Sinani e vlerësoi paraqitjen si pozitive në tërësi, duke treguar se çfarë ju duhet sportistëve tanë për të synuar medalje në garat e ardhshme. Pas një paraqitje shumë të mirë, të e marrë parasysh konkurrencën dhe domethënë pjesëmarrjen e shumë shteteve që të kanë qenë. Është e ditur se këto shtete që janë këto janë gjithë profesionista. Duhet përgatitje sa më të mëdha në Tajland, përgatitje ekipore, koordinim i ekipës. Do domethënë kondicionalisht me qenë gjithmonë në formë. Kryetari Ameta ishte me kërkues, ky sport kërkon sakrificë, qëndrueshmëri dhe durim. Nuk është rrugë e lehtë, por kush kalon vështirësitë arrin medaljet. Kam prit më shumë, jo që këta kanë bërë performancën e keqe, po qëllimet e mia si sportist që kam qenë, edhe që jam si sportist, ondrat e mia që unë i kam pas gjithë, edhe i kam. Domethënë unë du shumë garus që rrenë për reprezentacionin e Kosovës. Ata nuk guxojnë me qenë shumë të lirë.
garuesi që do të garon kampionatin botëror, ai që do të bën domethënë përgatitje, ai nuk guxon një vit, domethënë brenda vitit që ka një kampionat ose dy kampionata, nuk guxon brenda vitit as një minutë më ndalin ushtrimet. Duhet me qenë ushtrimet ushtarake. Në mbledhjen e përgjithshme të Federatës Ndërkombëtare të Muay Thai të mërkurën, krerët e saj konfirmuan mbështetjen për kandidaturën e Prishtinës për të organizuar botërorin e vitit ardhshëm. Ky organizim ne që e shohim ashtu së bashku, tash edhe me ju si televizion, është një organizim që ne ka jepur pak mundësi edhe ne si federat me pa ndonjë gabim që ne në Kosovë në vitin e kaluar në Evropian e kemi bë, dhe kështu që kampionati i ardhshëm në Kosovë do të jetë 100% kampionat që do të na gëzon të gjithë dhe pa asnjë lloj gabimi, do të jenë të gjithë të kënaqur. Andaj jemi me shpresë që do të udhtojmë së bashku edhe për shumë evropiane botënore të tjera, përveç botënorit të ardhshëm, s'do të kemi arsye të udhtojmë sepse do ta kemi në shtëpi. Kosova nuk solli medalje këtë herë, por solli vizionin dhe guximin për të menduar më larg se ringu, drejt një bote ku Prishtina mund të mirëpres kampionatin botëror. Nga Antalya për Radio Televizionin 21, rrugëtimi vazhdon.